njeriu i parë që do doja të intervistoje, cili do të ishte? Ti? Vërtet do më intervistoje mua? Patjetër. Po më vjen 2-3 pyetje. Sa punëtor ke? Mbi 100 të jashtëm të brendshëm. Kontributi i tyre si është? I jashtëzakonshëm. Ata janë njerëzit e familjes time të dytë që kanë 70% të kohës së tyre në atë kompani. Mjedisi nuk duhet të jetë toksik, mjedisi duhet të jetë motivues financiarisht, emocionalisht, moralisht, mendërisht, ata duhet të jenë gjithë njerëz të relaksuar që të jenë eficient, japin maksimumin e tyre, të prodhojnë për mirëqenien e kompanisë time, por për mirëqenien e jetës së tyre, që është e lidhur ngushtësisht me kompaninë time. Kur unë prodhoj, ata shpërblehen mbi rrogën gjithmonë me incentiva marketingu. Kush punon shpërbleh dhe nuk është thjesht një rrogtar, por është një lider i prodhuar nga një lider, ka një platformë, një mundësi për të zhvilluar, për të treguar veten, edhe ja kjo është ideja ime me pak fjalë, kështu spontanisht. Pyet punëtorë për shëndetjen, Elketa. Vazhdimisht kam raport shumë të ngushtë, unë jam simboli i leadershipit emocional. Jo leadership autokratik, jo leadership sundimtari, kupton, unë jam ajo që jam dhe unë vendos dhe u dom ishin e gjithë mbrapa. Unë jam një si ju, unë jam bashkë me ju, në të mirë në të keq. Ish man back. Absolutisht jo, duaj që ta fus në sistem fiskal të vërtet kompaninë time dhe duaj që me këtë mentalitet të edukoj çdo njeri aty, po jo vetëm unë dhe shteti, por edhe unë dhe klientët, të cilët i detyroj të presin kupon tatimor dhe atë që ata e paguan unë ta deklaroj, sepse është një zinxhir që mua më kushton shumë. Më kushton sepse unë dua të marr një kredi nesër dhe nuk kam kredibilitet për bankat nëse nuk kam deklaruar një turnover të caktuar, një bilanc të mirë. Është, shiko, betejë shumë e vështirë, betejë shumë e vështirë, por jo e pamundur. Ke një gjë ndryshe. Najsat kam djegur unë, po të kam parë që ti nuk i konsideron punojësit e tu si shpenzim. Për fat keq, pjesa më e madhe e sipërmarrësve në këtë vend, punëtorët e tyre i konsiderojnë si shpenzim. Faleminderit shumë që në vizove këtë, më bëre shefin vërtet, më vjen mirë që e ke evidentuar. Unë i shoh si investim, po i shoh dhe si njerëz, jo si numra. Ta i shikojnë më keq, i shikojnë si shpenzim. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.